Tani pse po I bëjmë këto biseda këtu, do thoni ju, sepse unë mendoj që detyra jonë është qeverisim, por jo vetëm, detyra jonë është dhe të informojmë në kushtet kur ti mund të bësh shumë gjëra. Për shembull, ne sot kemi problem naftën që është goditur në çmim nga kriza, por që është një problem edhe përtej krizës, që të jemi të vërtet me njëri tjetrin. Ajo kriza e shkaktuar atje në ngushticën e Hormuzit edhe gjithë kjo që po ndodh, e ka rritur çmimin gjithandej, e ka çuar në stratosferë, sidomos në ca vende shikoja më çonin ca miq nga Gjermania të merr. Por ne tani në kohë kjo na gjen në kohën kur ne kishim filluar në fakt, dhe unë e kam thënë që në fjalën e parë në asamble mbasi fituam, që ne do të hymë në tregun e naftës me një faktor publik, me një faktor shtetëror, me një kompani publike. Dhe pse do të hymë në tregun e naftës me një kompani publike, në atë kohë se s'kishte luftë në atë kohë, pra nuk kishte lidhje me luftën. Do të hymë për të garantuar që qytetarët, konsumatorët tanë të karburanteve nuk detyrohen të paguajnë më shumë se sa që takon. Dhe për të siguruar që rezerva, dhe prandaj edhe kjo është një koincidencë, sepse ligji për rezervën strategjike që duhet mbajë shteti, ligji I ri është në procesin e konsultimit, pra është bërë përpara. Kemi pasur një naftë që ngjyrohej, markohej siç quhet, që vendoset një komponent kimik për të identifikuar naftën që hyn në mënyrë legale dhe jo kontraband. Ishte një koncesion I trashëguar. Ne u përpoqëm ta rregullojmë sa të mundeshim, pa ishte boj që holloj kollaj apo sajoj kollaj. Tani me kompaninë publike që kemi krijuar një tjetër kompani publike që është një kompani kemi krijuar bashkë me të njëjtën kompani që ka shteti në Emiratet e Bashkuara. Ne do të nxjerrim për çështje 1-2 muajsh, sepse është në ato fazat e fundit, do të nxjerrim një tjetër ngjyrues që është I pa manipulueshëm. Dhe do ndihmoj shumë kjo për të formalizuar deri në fund tregun e naftës, sepse nga gjitha analizat që bëjmë, ka një sasi nafte e cila është jashtë radarëve të shtetit. Tjetra që ndodh me naftën është struquratur naftë tranzit, që hyn në Shqipëri për të shkuar në vendet që janë në kufi toksor me Shqipërinë, dhe që pastaj një pjesë e saj mbetet në Shqipëri në mënyrë ilegale. Edhe për këtë kemi një produkt me po të njëjtën kompani, që është kompani e shtetit shqiptar, ku shteti shqiptar ka aksion shumicën dhe miq tanë të Emirateve kanë pjesën tjetër të aksioneve, për të ndjekur të gjithë naftën tranzit, e cila deri më sot është ndjekur me makina. Këto do të kenë impaktin e tyre pozitiv. Ne jemi të bindur për këtë. Dhe duam që kompania publike të arrijë në pikën